أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجث فلندريمت لفدريمت برولية هذريمت janë për Allahun krijuesin ton, kurse salavatet, selamat për shëndetjet më të mira, më të sinqerta për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër të pranishëm, vazhdojmë me ligjëratën e radhës, e cila është edhe përmbyllje e këtij cikli të ligjëratave, të cilat tregojnë për rrugën e xhennetit. Ligjëratën e radhës dietarët islam, të cilët e kanë radhit për rrugën e xhennetit, për me mësu se si është rruga e xhennetit, është një temë shumë me rëndësi dhe një temë që nëse ne ju përmbahemi kësaj teme, përfitojmë shumë edhe në jetën e kësaj bote, edhe në botën tjetër, pra në ahiret e fitojmë xhennetin. Është fjala për menaxhimin e zemrimit. Kur na zemrohemi, irnohemi, nervozohemi në jetën e kësaj bote, e të njëjtën kohë e quajmë veten musliman. Në njëjtën kohë themi se pejgamberi ynë, shëmbëltyra ynë, alayhi salatu wassalam, është Muhamedi alayhi salam. Amo shumë pak marrëm mësim se si është sjell ai në rastet të caktuara kur ka qenë ndoshta nervoz, ose kur ka qenë i zemrum, ose kur të tjerët e kanë irnu. E si sillemi ne? Menaxhimi i zemrimit dhe falja ndaj të tjerëve. So tolerojnë ana, so i falmi të tjerët, so kena dëshirë me u hakmar na. Allahu në Kur'anin fisnik për me tregu se falja dhe menaxhimi i zemrimit, falja ndaj të tjerë dhe menaxhimi i zemrimit është cilësi e besimtarëve, dhe ata të cilët ju përmbahen kësaj do ta fitojnë xhennetin, e cekin në shumë sure, në shumë ajete kuranore. E dini të gjithë ngjarjen e Jusufit alayhi salam, pejgamber për pejgamberëve të Allahut, të cilin vëllezërit e tij e bojkotune, e trahtune, ja banën 100 zeza. Pas shumë viteve e takun këtë vllaun e tyre, edhe ronë zërë për tonë diqka. Ky ju ndihmoj, edhe pasi që ju tregoj se kush është ky, se nuk e njehnin, ata mendun se do t'i dënoj, se tash kishe orë me një pozitë nalt vllau i tyre, që e kishin persekutu, e kishin bojkotu, e i kishin bon 100 zeza. Ata mendun se do t'i dënoj. Por çka po thot Zoti në Kur'an, çka ju drejtu Jusufi alayhi salam, ju tha: la tathriba alaykumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. S'ka dënim për juve sot. Allah ju falt. E lut Allahun më fal për ato që mi keni bën. Allah është mëshirues i madh. Nuk u hakmar. Por kundrazi i fali ata dhe e luti Allahun që me i fali. Pastaj e kena edhe shembullin e Muhammedit alayhi salam, i cili u bojkotu nga Meka, nga vendi i tij, edhe shkojnë Medine. Pas shumë viteve, kur ai u forcu edhe ushtarakisht, edhe erdhin Mekë, pas shumë viteve si çlirimtar, gjithë ata që ishin aty mendun se Muhammedi alayhi salam do t'i luftoj, do t'i dënoj, sepse kishte 10 mira ushtar me vete. Çka tha Muhammedi alayhi salam? E tha fjalën e Jusufit që është përmend në Kur'an: la tathriba alaykumul yawm. Nuk ka dënim për juve sot. Antumut tulaqa. Ju jeni të lirë. Të gjithë ju jeni të lirë. Nuk ka dënim për juve. E pse është rrugë prej rrugëve të xhenetit falja? E tregon Allahu në një ajet tjetër ku thot: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin.
garoni në vepra të mira, mundohuni me bo vepra sa më shumë të mira, që me arrit faljen dhe me arrit xhenetin, i cili është sa gjerësia e qejve dhe tokës, i përgatitur vetëm për të devotshmit. Kena shpjegu se kush janë të devotshmit. Pastaj thot: Alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghayz. Allahu thot: të devotshmit, ata që përfitoj kanë xhenetin, janë ata të cilët e menaxhojnë zemrimin e tyre. Kur të janë zemrun, bojnë sobër, durojnë, nuk ngutën me marrë vendime, nuk ngutën me u hakmar. Wal afina anin nas, dhe janë ata të cilët u afalin njerëzve. O, çka do me mbo, ja falin. Wallahu yuhibbul muhsinin, e Allah i do shumë ata të cilët e bojnë këtë vepër. Dhe përfundon ajetin pastaj dhe thot: Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Shpërblimi i këtyre do t'jetë ju ai xheneti që e përmenum në ajetin e parë, po do t'jetë krejt xhenetet, krejt derejxhet e xheneteve do t'i kenë këta të cilët e menaxhojnë zemrimin e tyre dhe u afalin të tjerëve. Dhe do t'jenë përgjithmonë në krejt derejxhet e xhenetit ata të cilët nuk hakmirën, por u afalin të tjerëve, ata të cilët e menaxhojnë zemrimin. Fe ni'ma ajrul amilin, sa shpërblim i madh është ky, krejt derejxhet e xhenetit me i arrit. Pastaj Allahu po i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një ajet tjetër: Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Një ajet i cili i përfshin gati gjitha parimet e moralit të mirë. Po i thot Muhamedit alaihi salam, kur ta transmetosh këtë fe të bukur, bëhu i matur, se do të qohët dikush do të kundërshton, do të qohët dikush do të sulmon, e do të thot fjalë të rana. Bëhu i matur ndaj tyre, sillu ti mirë me ta, urdhëro vetëm për atë që është e mirë, këshilla e uzo vetëm për atë, për tek ajo e cila është e mirë. Wa a'rid 'anil jahilin, edhe sa ma shumë me u largu prej ignorantëve, sa ma shumë me u kop me njerëz të ditur, me njerëz të lexueshëm. Nëse na e praktikojmë këtë ajet, me qenë të matur edhe ndaj atyre të cilët na sulmojnë, me u mundu me u sjell mirë me ta, me u mundu pastaj vetëm me urdhëru për të mirë, me këshillu për të mirë, edhe me u shoqëru me të lexueshëm, me të ditur, me u shmang prej të paditurve, edhe me u tregu njerëzve që padituria është smundje, vetëm me dituri ecim përpara. Nëse ju përmbahemi këtij ajeti, do të kemi sukses. A e ke pas sa shpesh themi na, njëtën e kësaj bote, s'm ka hec shkolla, unë jam me një zanat caktun. Pse je me një zanat caktun, nuk do me thonë ti mos me lexu. Iqra, lexo, fjala e parë. Ti mundesh me lexu, do me thonë ti me kry filan shkollën, filan profesionin. Amo me lexu do me thonë gjithë. Edhe hoxha mundet me lexu jashta profesionit vet, edhe secili njeri, edhe ai që ka zanat. Leximi pra duhet jetë veti, shprehi e secilit prej nesh, me shkolla apo pa shkollë, sepse ky është vetëm një arsyetim i shejtanit që na i çon kry. S'm ka hiç shkolla, s'kam nevojë me lexu. Pastaj, në komentimin e këtij ajeti që e thash, Gjibrili alayhi salam e bëri tefsir, e komentoi këtë ajet dhe i tregoi pejgamberit alayhi salam dhe i tha: ky ajet nënkupton që ai i cili të ban pa drejtësi ty ndonjëherë, kena na i kon që na ban pa drejtësi, dash me fitu xhenetin dhe me qenë i lumtur, falja ati, mos u hakmer. Shko tek ai i cili nuk të vjen, se ai që vje dhe ti shkon, okej, po edhe ai i cili nuk vje, shkoj te ati, mboni lidhjet farefisnore,
Në shumë hadithe dhe ajete e kuptojmë se lidhjet farefisnore e shtojnë rrezikun, e shtojnë bereqetin, lumturinë. Ndërprerja e tyre e ndërprejnë rrezikun, e ndërprejnë faljen e Allahut ka në Kur'an. Në jetën e kësaj bote, sidomos në këtë kohë, i kemi ndërprej shumë lidhjet farefisnore. Unë i shkoj veç atij që më vje. E nëse s'm vje, i shkoj një herë, 2 herë, e shoh që s'm vje, s'vi asona, e keni këtë fjalë shpesh e përdormi. Gjibrili alayhis salam përmes këtij ajeti po thot, Allahu ka dashur me na thonë që edhe nëse s'dvje ai, ti nëse i shkon do t'jesh prej atyre që do ta fitosh xhenetin. Dhe jepi atij i cili nuk t'jep. Nuk i asnjë interes prej tij. Mos i jep vetëm atij që ki ndonjë interes në jetën e kësaj bote, po jepi edhe atyre që s'ki kur far interesi hiç. Nëse na i përmbahemi kësaj teme, do të kemi sukses të madh edhe në familje, edhe në shoqëri, në përgjithësi, po edhe në botën tjetër. Sa raste e shohim kur Muhamedi alayhis salam ishte në situata të ndryshme të rana tepër, që s'mundesh me imagjinu, me bo sabër në atë situatë, e në atë njëjtën kohë themi se e kemi shembull Muhamedin alayhis salam. E dini rastin kur e mbysin Hamzën radiallahu anhu, Vahshiu, shigjetari që e mbyt Hamzën, dhe pejgamberi alayhis salam mërzitet fort, edhe ai është i porositur special që ta mbys në atë formë që me mërzit, me djeg kejt pejgamberin alayhis salam. Edhe ndodh mbytja, pejgamberi alayhis salam pas shumë viteve e takon këtë shigjetari. Ai e kishte pranu Islamin, edhe e takon, ishte pendu, po mlefin e madh Muhamedi alayhis salam me ta. Edhe i thot, je i falur, je i lirë. Amo, unë s'muj më të po me sy, se ndjek shumë aja plagë që ma kishka këtu. Sa ma shumë më ndohë mës të shëpë për para. Amo i falur je, nuk do të hakmirë, po me mujtë mës më ndollë për para, i shkon ma mirë. Allah i madhnu shumë, edhe që të veprem, para më në asë që tos mujna me bona, hakmirë me njëherë. Po edhe që të veprem si një lloj kritike të vogël pejgamberit alayhis salam ja jep përmes Kuranit dhe i thot, o ju robërit e mi, e zbrit një ajet kuranor, që e kini ngarku vetën me gjunahe. Mos e hupni shpresën tek Allahu se Allah i fal gjitha mëkatet. Ai është falës i madh, që e sinjalizon këto që ndoshta ai e ka bërë atë vepër, por nëse u pendu sinqerisht, Allahu do ta falë. E pejgamberi alayhis salam u eduku me edukatën hyjnore, dhe është shembulli që duhet me ndjek. E çka bojna na sa i përket hakmarrjes, e mos menaxhimit zemrimit, e mos foljes ndaj të tjerëve, a e keni çka dëgjojmë jetën e kësaj bote. Si ta shohum një rast, një aksident apo një diçka, e nina dikon familje duke thonë, më pas ndodh mu, kur s'ja kësha fol. Do me thonë, halo s'ka ndodh kur gjon, po egoja e këtij, me kallëzu, dëshira e tij për mu hakmor, është më e madhe se sa mos dëshira e aksidentit në familje, në i familjari. Pa më në çka paraqet kjo. Me pas ndodh mu, çka i kisha bo. Halo si ka ndodh këtij, po halo pa i ndodh ky, po e shpreh ato që ka qef mu hakmor. Pa më në çfarë niveli e kemi. E ne do të me punu vazhdimisht që me ngrit nivelin ton, me ngrit pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte shëmbëltyra më e mirë, e që kemi interes na, jemi të lumtur na, nëse e pasojmë atë. E dini edhe rastin e pejgamberit alaihi salam me atë gruhan jahudike, e cila çdo ditë e sulmonte, çdo ditë i hedhte mbeturina, sahet që kalon të pejgamberi alayhis salam. Ai asnjëherë nuk u hakmirte, kishte fuqi ndaj saj, asnjëherë nuk u hakmirte. Përkundrazi vetëm fjalë të mira i fliste, vetëm i buzëqeshte, derisa në një moment kur ajo nuk u gjend në rrugë për me sulmu ato pejgamberin alayhis salam, ai u interesu, ku është kjo
që më ka sulmu çdo ditë. E i tregun që është e smur. Çka boni Muhamedi a.s. Shkoj, e vizitoj, edhe luti Zotin e Madhnushëm që ajo me ushëru. U mundu me gjeti ilaçe që me mjeku atë. Edhe pse ajo vazhdimisht e kishte sulmu. E çka ndodhi në fund? Ndodhi që kjo vepër e Muhamedit a.s. me e bo ato me pranu Islamin. E analizone jo e unë bashkë me juve se sa jemi njerëz të cilët e pasojmë me të vërtet Muhamedin a.s. Sa e menaxhojmë zemrimin, sa kemi dëshirë me u hakmir, sa i falim të tjerët. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin